Keni probleme me zorën e trash, këto dy përbërës do bëjnë mrekullime trupin tuaj. Pastrimi i zorës së trash ju ndihmon për të larguar të gjitha toksina dhe mbeturina të cilat ndodhen në organizmin tuaj. Pra për këtë, juve do t'ju duhen vetëm dy përbërës të thjeshtë të cilët ju mund t'i gjeni lehtësisht në shtëpinë tuaj. Fal pastrimit së zorës së trash, do të përmirësoni edhe funksionin e sistemit tuaj tretës. Sipas informacioneve, për këtë recet juve do t'ju duhet uthulla e mollës dhe mjalti i papërpunuar. Për një gotë me ujë të ngrohtë ju duhen 2 lugë uthull molle dhe 2 lugë mjalt. Këtë përzierje mund ta përdorni në çdo moment të ditës kur ju të ndjeni nevojën të pastroni trupin tuaj. Nuk do të pësoni kriza të forta të zorrëve që do t'ju bëjnë të shkoni gjatë gjithë kohës në tualet. Përfitimet. Ulëmtuesit kanë treguar se përfitimet e dobishme të cilat vijnë nga përdorimi i uthullës së mollës janë për faktin se ajo është e pastër me antioksidant, parandalon diabetin, është antimikrobike, parandalon sëmundjet e këqija dhe gjithashtu ndihmon edhe në uljen e obezitetit, neutralizon hipertensionin, ul kolesterolin. Një mënyrë specifike në lidhje me sëmundjen e zorrës së trash, ulëmtuesit citojnë nga një studim japonez se u zbulua që uthulla redukton në rrezikun e sëmundjes së trash duke vrarë të gjitha bakteret e këqija dhe duke stimuluar sistemin tretës të punojë në mënyrë të rregullt. Mënyra më e mirë për ta mbajtur zorrën e trash të pastër është duke pirë ujë mjaftueshëm dhe në fakt një dietë e shëndetshme dhe ekuilibruar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të pastroni her pas here zorrën tuaj të trash pasi është organi përfundimtar i sistemit të tretjes i cili është përgjegjës për hidratimin e duhur të trupit, riciklimin e acideve yndyrore dhe njëkohësisht thithjen e vitaminave. Ne sot po ju tregojmë një recetë me mollë e cila është shumë efektive për pastrimin e zorrës së trash. Molla është opsioni perfekt për pastrimin e trupit nga toksinat dhe për lehtësimin e simptomave të pakëndshme si për shembull kapslloku, diarrea dhe njëkohësisht pezmatimi. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një mollë, një lugë gjelle fara chia, 2 gota me ujë, një lugë gjelle fara liri dhe një lugë gjelle mjalt. Përgatitja: futeni në ujë farat e lirit dhe të qias për 6 orë, lani mollën me kujdes dhe coptojeni atë në copa të vogla. Vendoseni farat e njomura, mollën dhe mjaltin së bashku në një blender. Shtoni ujë në përzierje dhe më pas pijeni atë. Lëreni pijen të qëndrojë për 3 orë në frigorifer. Pini një gotë në mëngjes me stomakun bosh për 1 javë dhe do të ndiheni shumë herë më mirë. Ndërkohë, këtu do t'ju prezantojmë edhe bimët fantastike të cilat ndihmojnë në pastrimin e zorrës së trash. Pastrimi i zorrës së trash është shumë i domosdoshëm për ta mbajtur trupin tuaj të shëndetshëm dhe të ekuilibruar. Në këtë video ne do t'ju paraqesim mënyrat më të mira se si ju të pastroni zorrën e trash përmes bimëve medicinale. Nene Xhiku. Kjo bimë ka shumë virtyte dhe pothuajse shumica prej këtyre virtyteve janë të lidhura me sistemin e tretjes. Nene Xhiku lehtëson inflamacionin dhe njëkohësisht përmirëson tretjen. Ju duhet që të pini një filxhan çaj kamomili çdo ditë në mënyrë që të pastroni zorrët tuaja nga të gjithë parazitët. Kopra, a keni dëgjuar ndonjëherë për çajin e koprës? Ai ka një aromë të freskët, është antiinflamator dhe njëkohësisht mbron sistemin tretës. Ky çaj njëkohësisht është i shkëlqyer kur ju ndiheni të plot apo të fryrë. Në qoftë se ju do të pini
çaj, kopre, atëherë ajo do t'ju ndihmojë që ju të ndiheni më mirë dhe njëkohësisht të ulë fryrjen e barkut. Sipas informacioneve mund të përdorni edhe trumzën. Kjo është një bimë medicinale e cila vjen nga mesdheu. Trumza është antiinflamatore dhe antibakteriale. Ajo është shumë e mirë edhe për pastrimin e zorrëve dhe parandalon formimin e paraziteve. Duke marrë parasysh ushqimet që ne konsumojmë ditët e sotme, i kanë bërë shumicën e njerëzve që të vuajnë nga shqetësimet në zorrën e trashë. Zorra e trashë është përgjegjëse për largimin e të gjitha mbeturinave të panevojshme dhe njëkohësisht të dëmshme për trupin tonë. Sipas ekspertëve, ky është një organ shumë i rëndësishëm për trupin dhe për të cilin ne duhet të kujdesemi veçanërisht. Nëse zorra e trashë nuk është në gjendje normale për shkak të toksinave si edhe problemeve të tretjes, ne kemi vendosur që t'ju tregojmë disa receta natyrale për të larguar toksinat të cilat gjenden në zorrën e trashë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një filxhan me lëng molle, 2 lugë gjelle, lëng limoni dhe gjithashtu një lugë çaj lëng xhenxhefili, gjysmë lugë çaj krip dhe gjysmë filxhani ujë të nxehtë. Hidheni ujin në një enë dhe vendoseni më pas që të vlojë. Pastaj ujin e vluar hidheni në një gotë, shtoni kripën dhe përzjeni. Më pas shtoni lëngun e mollës, xhenxhefilin dhe përzjeni të gjithë përbërësit së bashku. Mirëpo kujdes, mos e përdorni këtë lëng në rast se jeni me diabet dhe konsultohuni me mjekun para përdorimit dhe sidomos në rastet nëse jeni shtatzën. Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara, pastrimi i zorrës së trashë u bë i famshëm gjatë viteve 1920 dhe 1930. Ajo është kryer e bazuar në teorinë e vethelmimit të organizmit. Mishi i patrazuar dhe njëkohësisht ushqime të tjera munden që të shkaktojnë grumbullim të toksinave dhe të helmeve në trup. Këto toksina munden që të shkaktojnë lodhje, dhimbje koke, shtim në peshë dhe energji të ulët. Kur konsumoni perime dhe fruta shtelbësore të zgjidhni ato të pasura me fibra dhe me lëndë ushqyese. Mollët janë të pasura në fibra të tretshme dhe ato ju ndihmojnë për të ndjerë të ngopur më gjatë. Ato gjithashtu përbëhen nga fibra të cilat eliminojnë kapsllokun. Farat e lirit nga ana tjetër janë të mira për pastrimin e zorrës së trashë. Ato gjithashtu janë të pasura me fibra të cilat përmirësojnë thithjen e ushqyesve nga zorrët. Ndërkohë, ja receta e mrekullueshme e cila do t'ju mundësoj pastrimin e zorrës së trashë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një mollë, një lugë mjalt, një lugë çaj fara chia, një lugë çaj fara liri, ujë, një filxhan. Metoda e përgatitjes. Së pari përzjeni të gjithë përbërësit së bashku përveç farave chia. Pastaj vendoseni këtë përzierje në një gotë dhe hidhni farat. Përzjeni dhe pijeni. Kur hani ushqime të pasura me fibra të tilla si, për shembull, molla, është e rëndësishme që ju të pini sa më shumë ujë. Pak vëmendje duhet të keni në qoftë se ndonjë nga përbërësit ju shkakton reaksion, konsultohuni me mjekun. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.